Ka të dhëna edhe shkencore dhe historike se qysh prej kohës së Galenit dhe Hipokratit ka qenë dëmosdoshmëri të bëhet fizioterapia, që nënkupton një tretman shëndetësor, por në kuptimin e ndihmës fizike për pacientin, cila është ajo e moderuara dhe në fakt për çfarë nevojitet, ku janë dallimet me masazhin dhe sa është imperativ i kohës. Në studio kam ftuar fizioterapeutën zonjushën Drenusha Selimi. Drenusha, mirë se erdhe në studio, është kënaqësi t'ju kemi sot. Faleminderit, mirë se u gjeta, mirë mëngjesi për publikun. Faleminderit shumë. Në fakt e thash vetëm një parahyrje se në kuadrin e tretmaneve më të vjetra shkencore që ka qenë një domosdoshmëri për njerëzimin në të gjitha etapat, ka qenë edhe fizioterapia. Si e kishit shpjeguar ju nga këndi juaj profesionist? Po, shumë e vërtet që fizioterapia është si shërbim, do me thonë, është si kujdes ndaj shëndetit, që shumë kohërat më të kalume, kur o me ndu atëherë, do me thonë që me diçka të ngrot, ose me një fërkim, trajtohet një dhimbje, pastaj ka shku, do me thonë, të evolu, të zhvillu, si në vendet e jashtme, edhe ka fillu edhe të na. Ndoshta, ditë e sot, me dikush e me ndonë fizioterapin si diçka, ka marrë një hurim bas luftës për fizioterapin, po jo, fizioterapia ka ekzistu edhe në Kosovë, edhe për do me thonë normalisht shumë para luftës, ka pas njerës që janë shkollu, edhe në vendet e ish Jugoslavis atëhere, po në Kosovë, si shkencë, do me thonë, si fakultet, ka fillu në bas luftës, edhe po shkon të evolu, të zhvillu, si sektorin kryesisht privat pastaj, pas studimeve kryesisht po zhvilluat në vetëm sektorin privat. Në fakt, dikur fizioterapeut kanë qenë teknikët dhe kanë punuar me referencen e ortopedit apo të mjekëve të tjerë karshi nevojës pacientit. Sot edhe në Universitetin Publik Prishtinës, por edhe në kolegje private, të gjithë të interesuarit kanë mundësi të bëjnë studime për fizioterapin, të cilat janë studime bazike. Sa mendoni që e kanë ndihmuar sistemin e implikimit të fizioterapist të gjitha studimet bazike për fizioterapeun? Po, normalisht që ta është jepet mundësia si shkencë me shku, dhe me thonë direkt fizioterapin, me studiu edhe me u marrë në hollësime ta. Prap se prap duhet me pas, dhe me thonë një bashkëpunim, se fizioterapia shkon gjithmonë bashkëpunim me se cilën fushë të mjekësisë, duhet me pas një bashkëpunim me ortopedin, me neurologin, me reumatologin, edhe fizioterapeuti din me bo, dhe me thonë, i din testet tashte, kur janë fakultetet e fizioterapis, i din testet diagnostifikuse, po normalisht me regull duhet me pas një bashkëpunim me një specialist në të fushave me cilat ka fizioterapia në lidhshmëri, cilat janë, dhe me thonë, gjitha fushat mjekësore, fizioterapia e jep dorën e vetë ndimse, të fillu kryesore, dhe me thonë, prej ortopedis, neurologji, reumatologji, pediatria, shumë i rëndësishme me pas bashkëpunim me fizioterapi, kështu në së cilën fushë, dhe në ginekologji, dhe në së cilën fushë ka ndërveprim, duhet me pasë, dhe ka mundësi me jep ndihmë fizioterapia. Drenush, më kisha filluar fillimisht me nevojën imediate, pastaj kishim kaluar edhe tek relaxi, sepse ndonjëherë krijohet edhe një konfuzion në mes të asaj që është imediate dhe në mes të asaj që është dëshira për relax. Kur është nevoja imediate e pacientëve që të paraqiten te fizioterapeuti? Po, është vërtet që duhet me u bo një diferencim, do me thonë mes fizioterapisë, si degë mjekësore, edhe në mes masazhes, apo në publik në gjeshje, si i thonë. Fizioterapia, do me thonë, e trajton një patologji, një smundje. Fizioterapeuti e din me ofru, do me thonë, basi e din strukturën trupore të njereut, e din ndërtimin anatomik muskular, edhe në rast se ju ka jep mundësia me mësu teknik, masazhen si teknik, atëherë a i din me apliku, edhe është kompetent me apliku, po fizioterapia është krejtë të rgjo. Fizioterapia e trajton një smundje, e trajton një lëndim akut, duke fillu, dhe me thonë, njeriu gjatë krejtë ciklit jetësor vetë, nuk pështon pa u taku me një fizioterapeut, duke fillu, dhe me thonë, pas moshës lindjes, që munden me u paraqit smundjet e fëmijët, pas lindjes me njerë, deri në moshën e shtyme, apo si shkencë që shëndijet gerontologjia, ku mundet fizioterapia me jep kontributin e vetë. Për shembull, pas lindjes, lëndimet që jep dorë fizioterapia, ndim që jep fizioterapia, janë që munden me ndollë lëndimet e beba gjatë procesit lindjes, mandena ka edhe smundjet ndryshme që janë të posalindunit, dhe më thonë smundje muskulare,
neurologjike nervore, cilat ndihmon fizioterapia, pastaj duke u shku të rrit njeriu në moshën e pubertetit adoleshencës, për shkak të rritjes për njëhershme, munden me u paraqit deformitetet boshtit kurizor, si njohim në gjuhën shkencore kifozat, lordozat dhe skoliozat. Gjatë jetës njeriu mundet me pësu aksidentet ndryshme, vjen deri te symjet, vjen deri te lëndimi një ligamenti, një tetive, e ka shumë lloj patologji aksidentale dhe akute, cilat i trajton fizioterapia. Në një moshë pak më të shtyme, domethënë te 40-at, 50-at, vjen deri te paraqitja e smundjeve reumatizmale, edhe aty është prezent domethënë fizioterapia. Mos të flas sidomos për smundjet neurologjike, të sulmet cerebrale, paralizat që i trajton fizioterapia. Kjo na kuptojmë se fizioterapia kur është nevoja nuk një moshë dhe gjini. Shumë është e vërtetë. Mund të aplikohet që nga dita 1 e lindjes e deri te një moshë e shtyr, pasi që e ndihmon gerontologjinë shumë, ndonse në Kosovë ende nuk është ta quaj duke u implementuar gerontologjia si shkencë, por pikërisht ju fizioterapeutët me disa drejtime tjera po e bëni tretmanin e kësaj shkence. Zona e dukagjinit, rrafshit të dukagjinit pikërisht e pejes, njët që ka impakt më tepër për sëmundjet reumatike, do më thënë qytetarët ankojnë sidomos në moshën e shtyr. Në këtë rast, duat pyes cilat janë mrekullitë që mund t'i bëjë fizioterapia. Duat përcjell një mesazh të opinionit që nuk bën të neglizhohet, do më thënë nëse pacienti merr barër apo konsultohet me mjekun bazë, nuk duhet të neglizhohet fizioterapia, sepse kam lexuar që në shumë raste ka bërë me të vërtetë mrekulli. Domethënë ka gjeneruar karim këmbë për pacientin. Po, është shumë e vërtetë. Fizioterapia vetë është rehabilitim. Domethënë se aty ku lëvizja është me dhimbje, edhe aty ku nuk ka lëvizje, aty fillon fizioterapia. Është indikacion i pastër që aty domethënë si është lëvizja me dhimbje, aty e ka më njëherë vendin domethënë që fillon fizioterapia. Është vërtet që mendohet që në komunën dhe përflitet që në regionin tonë domethënë janë më të përhapura smundjet reumatizmale, inflamatore. Aty domethënë ndikon fizioterapia përmes agjencëve fizik, domethënë që trajtohet përmes elektroterapisë për me largu dhimbjen, edhe me kinezioterapisë, domethënë ushtrimeve, lëvizjes, për me rrit shkallën e lëvizshmërisë. Ashtu. Unë desha të ndalem tek banja e pejes. Fatmirësisht komuna jonë dhe rrafshi Dukagjinit ka edhe një mrekulli natyrore, ku buron uji termomineral, është dhuntia e natyrës, dhe supozohet që diku prej perandorisë romake dhe asaj osmane, ky ujë është shfrytzuar edhe për fizioterapi, dikur më klasike, tani moderne. Aty ofrohet edhe tretmani kinezoterapisë dhe hidroterapisë, edhe akupunktura. Çfarë kanë të bëjnë këto me fizioterapinë? Do të na thoni vetëm disa fisha të lehta diferencuese? Po, vetë kinezio do me thonë lëvizje. Kinezioterapia është terapi përmes lëvizjes, do me thonë... Nuk është diçka jashtëzakonshme. Jo, kinezio, mos ta mendon publiku i gjanë që është diçka kineze dhe është diçka që aty aludohet. Aty aludohet. Jo, vetë ushtrimet, vetë lëvizja është që ajo, kinezioterapia që e themi ne. Po, fatmirësisht ne kena këtu shumë afër banjën e pejes, është diçka natyrale, do me thonë që kena fat që mund me shfrytzu, edhe si do me thonë termoterapi, si termoterapi, kinesioterapinë e spjegova çka është kinezioterapia. Akupunktura është diçka pak më specifike, do me thonë duhet me kon pak më i specializuar për me apliku akupunkturan, kështot. Është një mundësi e mirë. Është degë specializuar e fizioterapisë, apo ka dhe disa specifika për te? Do me thonë, sikur masazhe, jo, nuk është. Do me thonë, akupunkturën mundet, edhe që nëse nuk është në banje, do me thonë, nëse ka një uri fizioterapeuti, si teknike një, do me thonë, si masazhe, nëse një si teknik fizioterapeuti, që është me apliku, mundet me apliku, dhe akupunkturën, nëse fizioterapeuti ka vetë interesim me ditë si teknik, atëra i mundet me apliku lirisht. është do më thonë kompetent. Po është një teknikë që implementohet përmes gjilpërave, kuptohet duhet të dihen në pika nervore, po. Po kur preferohet, kur indikohet akupunktura nga këndi fizioterapisë? Po, të smundjet, do më thonë, kryesisht neurologjike, mandena e përdorin edhe të kundër dhimbjeve, kështu ata që janë ma specializume dhe që e preferojnë me
Këtë varet çka preferon me apliku fizioterapeuti më shumë. Ashtu, duat pyes Drenush, a është një profesion që kërkon edhe kosto të lartë, duke pasur parasysh se ju keni edhe një ordinancë fizioterapeute, sa është kostoja e cila e përcjell domethënë këtë profesion? Po, është një fushë mjekësore që kushton pak më shumë, është më e kushtueshme. Po. Në krahasim ndoshta me fusha tjera, edhe për ato është pak problem, domethënë trit me marrë iniciativa private. Unë për veti kom pas fat, se krejt, domethënë investimet që kom kryesisht krejt investimet që kom bo përmes përfitimeve të granteve. Po, domethënë edhe asociacionet janë të interesuar ata quaj që ta evolojnë formën e fizioterapisë edhe në vendin tonë, edhe në Kosovë. Keni pasur fat dhe më thuaj funksionon ndonjë shoqate fizioterapeutëve në mënyrë që ju ta kaloni barierën vendore dhe të prezantoheni edhe në arenën ndërkombëtare përmes të arriturave shkencore që bëni çdo ditë? Po, organizata domethënë që janë donatore, ato kanë interesim me zhvillu edhe për trit normalisht i përkrahin. Sa i përket shoqates, është marrë para disa mujve një iniciativë për themelimin e shoqates, o buan të arsimi fizioterapeutëve të liri, por nuk kanë marrë ndonjë hap tjetër konkret, ma shumë, për me organizimin e ndonjë kongresi apo diçka tjetër. Ne kur marrim pjesë në për kongrese, marrim krejt pjesë personalisht, do me thonë, jo në mënyrë grupore apo organizative si shteti Kosovës apo diçka, kryesisht marrim pjesë, organizohen ma shumë, do me thonë, në Tiranë, po edhe jashtë, kush bjen, do me thonë, na jepet shansa me shku, atëre shkojmë në një kongres. Dhe së fundmi dua të dëgjoj nga ju sa është fizioterapia kulturë tek qytetarët të Kosovës, apo ta them tek qytetarët e Rrafshit të Dukazhinit. Dua të pyes, a keni raste kur qytetarët lajmërohen si volonter për të bërë fizioterapi, për të ndjerë më mirë fizikisht, apo zakonisht janë të referuar dhe të indikuar gjithmonë nga mjeku? Domethënë, vinë vetëm atëherë kur ka nevojë imediate. Kryesisht ashtu është, domethënë, atëherë kur kanë dhimbje, drejtohen të një fizioterapeut. Edhe pse fizioterapeuti, domethënë, mbasi si shtash edhe ma herët, një strukturën anatomike, sidomos muskulare, din cilat ushtrime nevojiten për një forcë dhe një qëndrueshmëri muskulare, atëherë ai lirisht mundet me u marrë me një pacient vetëm që preferon performancë më të mirë muskulare. Mundet me marrë këshilla, po ndjeshmëri më të mirë, edhe mundet me marrë këshilla lirisht prej një fizioterapeuti. Po kryesisht vinë, domethënë, kur kanë dhimbje dhe kur kanë referenca prej mjekëve specialist. Keni informacione në shtetet e zhvilluara në Evropën, në zhvilluar fizioterapia është më tepër kulturë, ndoshta edhe nevojës volontere? Po, kryesisht atje janë, domethënë, njihet fizioterapia si rehabilitim edhe mirëqenie, wellness, domethënë, ashtu çaq shumë, domethënë, e preferojnë, edhe normalisht ka qendra rehabilituese shumë të zhvilluara. Bile para disa ditëve kom lexuar që në Amerikë tash sa janë këto statistikat e sakta, është profesioni i tretë më i preferuar fizioterapia. Për shkak se nuk kisha dyshuar me vetë faktin që i kontribon në mirëqenjes, absolutisht është profesioni i preferuar për profesionistët dhe ata që duan ta ushtrojnë fizioterapin. Drenusha, faleminderit shumë që sot ishe me ne në studion e programit të mëngjesit. Uroj që edhe në Kosovë, ju dhe kolegët tuaj vërtet ta kemi tretmanin e merituar shoqëror, në mënyrë që të konsideroni si një segment shumë i rëndësishëm që i shërben i mirëqenjes, domethënë jo vetëm atëherë kur është një nevojë imediate, por edhe mirëqenjes së komunitetit në përgjithësi, sepse gjithë po punojmë për një shoqëri më të integruar dhe më të avancuar gjithandej. Shpresoj edhe unë ashtu, mbasi të rit po mundohemi, domethënë me këto ordinancat private dhe me vedisu njerëzit çka është fizioterapia, besoj që kemi me arrit. Të falenderoj ty që jepe hapësinë fizioterapisë. Patjetër. Edhe më personalisht që më ftove. Mbi të gjitha është mirëqenie. Është kënaqësi, ne mundohemi të reflektojmë edhe mirëqenien nga ky studio për publikun. Ishte kënaqësi. Të dashur shikues, patët mundësi të dëgjoni disa opinione shkencore nga fizioterapeutja Drenusha Selimi, e cila solli një këndvështrim të këtij profesioni, jo vetëm atëherë kur referohet nga mjeku specialist, por edhe në kuptimin e mirëqenies dhe mbarësisë për të gjithë. Pas pak do ta bëjmë përmbylljen e këtij takimi.